Ora amerikane e pritjes, zyrtarisht ka mbaruar. Shtetet e Bashkuara po pozicionojnë në heshtje armatë më të madhe detare në historinë moderne, pikërisht pranë brigjeve të Iranit. Ndërsa Teherani përpiqet të shfaqë forcë duke bërë stërvitje të përbashkëta detare me Rusinë, mashtrimi për efekte propagandistike po shembet literalisht. Një avion luftarak iranian sapo ra në mes të stërvitjes ushtarake, duke ekspozuar një ushtri iraniane të rënuar nga brenda. Kjo na tregon se qëndrimi i iranianëve nuk është gjë tjetër veç se një shfaqje e dëshpëruar force. Por kjo nuk do të thotë se rreziku nuk ekziston. Kjo është arsyeja pse, me negociata bërthamore të bllokuara plotësisht, Pentagoni është kthyer tërësisht tek opsionet ushtarake. Tani po dalin raporte që thonë se një sulm fillestar i synuar në tokën iraniane mund të fillojë brenda pak orësh. Plani është masiv, kështu që le të shohim se çfarë po ndodh në rajon. Irani nisi stërvitje ushtarake këtë javë si një shfaqje force. Anijet luftarake ruse ju bashkuan atyre në gjirin e Omanit për t'i thënë botës: mos u ngatëroni me Iranin. Qëllimi i kësaj stërvitje të përbashkët ruso-iraniane ishte i qartë. Ishte pra një sinjal për botën se Irani është i fuqishëm dhe se ka aleat të fuqishëm. Ndoshta për të parandaluar veprimet ushtarake amerikane, duke bërë të duket shumë më i kushtueshëm operacioni ushtarak amerikan në Iran. Por ja çfarë ndodhi në të vërtetë? Gjatë stërvitjes, një avion luftarak F-4 i forcave ajrore iraniane u rrëzua afërsisht 80 km nga baza iraniane, dhe piloti për shkak të aksidentit vdiq. Aeroplanët luftarak iranian po rënohen dhe po bien nga qielli gjatë shfaqjeve të tyre të forcës. Ky nuk është projekcion fuqie, është thjesht poshtërim dhe inferioritet, dhe amerikanët janë të vëmendshëm për ta vënë re këtë situatë. Tani, për fat të keq, ka një gjë për t'u shqetësuar kur bëhet fjalë për Iranin, dhe kjo është fuqia e inteligjencës artificiale iraniane. Iranianët po shfaqin marinën e tyre në video. Problemi i vetëm është se këto video duken shumë qartë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, duke theksuar se kanë aftësi në sektorin kibernetik. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara nuk po rrezikojnë. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara kanë organizuar një nga përgatitjet më të mëdha ushtarake në rajon që nga lufta e Irakut dhe kanë grumbulluar informacionin e nevojshëm. Nëse shikojmë disa nga hartat, vërejmë se amerikanët kanë shumë tankera ajër-ajër. Më 16 shkurt u dërguan edhe 6 tankera ajër-ajër KC-135 nga Mildenhall në Mbretërinë e Bashkuar, në bazën Suda në Greqi. Të enjten gjatë natës, 10 tankera të tjerë shkuan nga Shtetet e Bashkuara. Daluan në Mbretërinë e Bashkuar, me sa duket për të furnizuar me karburant, dhe më pas mbërritën në Greqi dhe në Bullgari, në bazat amerikane atje. Pra, këto tankera janë me të vërtet të rëndësishëm dhe duhet të mbushin bazat në lindjen e mesme. Por nëse për arsye politike nuk mund t'i përdorin nga këto baza, në këto vende të lindjes, nuk kanë nevojë reale për to, sepse amerikanët kanë bazat në Greqi dhe Bullgari. Ata mund të përdorin Qipron gjithashtu dhe tankerët do t'u japin atyre rrezen e veprimit që luftarëve dhe bombarduesve mund t'u duhet për të sulmuar Iranin, nëse është e nevojshme. Pjesa e fundit e enigmës janë avionët e tipit Sentry Epsilon 3, një avion shumë i lehtë për t'u njohur. Këta janë UOK, avion ajror të paralajmërimit dhe kontrollit. 6 prej tyre janë tani në rajon. Me këta avion mund të fillojë një luftë, qoftë edhe me njërin prej tyre, sepse këta avion kanë pamje të plotë të gjithë fushëbetejës. Dhe kështu me avionët roje Epsilon 3, e dim se amerikanët deri në fundjavë mund të kryejnë një fushat shumë të madhe, nëse vendosin ta bëjnë. Po ju tregoj se çfarë kanë Shtetet e Bashkuara në distancën e goditjes, jo vetëm në lindjen e mesme, por edhe në Europë dhe në Oqeanin Indian. 200 avion luftarak. Kjo do të thot F-16, F-22, F-35 dhe F-15. 2 grupe sulmuese, USS Gerald Ford dhe USS Abraham Lincoln, plus shkatërues, kryqëzor dhe raketa Tomahawk të mjaftueshëm për të rrëzuar çdo gjë që dëshirojnë. Shumë njerëz i shohin të gjitha këto dhe thonë se Amerika po bën blof. Dhe kjo nuk ka logjik. Nuk ndërton një shtet diçka kaq masive vetëm për blof. Je këshill për të gjithë. Në kohë krizash është shumë e nevojshme pasja një logjike të ftohtë dhe të pandikuar, për të kuptuar se çfarë realisht ndodh. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë treguar se janë të gatshme të godasin Iranin. Operacioni i mesnatës në qendrën e pasurimit të uraniumit ja tregoi këtë të gjithë botës. Amerika i ka të gjitha mundësitë për një operacion spektakolar dhe Irani e di mirë këtë. Ja çfarë tha presidenti Trump jo më larg se dje. Ai e bëri të qartë se Irani ende ka kohë për të negociuar dhe shtoi se ndodhi tek këqia vijim, nëse Irani nuk bën atë që duhet. Një sinjal i qartë ky, që nuk ka nevojë për shumë komente.
Për ne që ndjekim zhvillimet, është më e rëndësishme të shikojmë veprimet, jo vetëm fjalët. Pra, pse do të ndodhte ky sulm? Arsyeja e vetme pse ndodh sulmi është sepse Irani nuk po ofron asgjë afër asaj që amerikanët duan për një marrëveshje bërthamore. Kërkesat e Amerikës janë të thjeshta: ndaloni pasurimin e uraniumit, përfundoni programin e raketave balistike dhe ndërprisni mbështetjen për organizatat rajonale terroriste si Hezbollahu, Hamasi dhe Houthët. Irani tashmë po refuzon të diskutojë dy pikat e fundit, por edhe për pasurimin e uraniumit është i gatshëm ta ndërpresë atë, por vetëm për 3 vite, jo për gjithmonë. Dhe në këmbim, Irani dëshiron që të gjitha sanksionet të hiqen. Kjo do të thotë se ka një hendek të madh midis asaj që dëshiron Amerika dhe asaj që Irani është i gatshëm të japë. Kjo është arsyeja pse administrata Trump po shqyrton ushtrimin e forcës. Wall Street Journal raporton se administrata po shqyrton një sulm të kufizuar ushtarak fillestar ndaj Iranit. Qëllimi i sulmit është të detyrojë Iranin të përmbush kërkesat e Shteteve të Bashkuara. Sipas raportit, sulmi i parë, nëse autorizohet, mund të ndodhë brenda disa ditësh, ndoshta edhe orësh. Objektivat do të përfshijnë baza ushtarake dhe objekte qeveritare. Dhe nëse Irani ende refuzon të përmbush kërkesat, pas një sulmi të kufizuar fillestar, operacioni ushtarak do të shtrihet. Kjo do të thotë më shumë objektiva, më shumë sulme derisa të bien dakord për një marrëveshje ose të ketë ndryshim të regjimit. Nuk janë vetëm mediat amerikane që po e raportojnë këtë. Vendet e lindjes së mesme i kanë thënë drejt për drejt Iranit se sipas inteligjencës së tyre, një operacion amerikan do të vijë shumë shpejt. Për më tepër, Rusia e ka informuar gjithashtu Iranin se, bazuar në vlerësimin e tyre, Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një sulm brenda disa ditësh, ndoshta brenda disa orësh. Të gjithë po japin pothuajse të njëjtin afat kohor. Tani le të shohim se çfarë po bëjnë vendet në të vërtetë. Kryeministri i Polonisë sapo u tha qytetarëve polak në Iran të largohen menjëherë. Fjalët e tij të sakta ishin se brenda pak orësh Polonia nuk do të jetë në gjendje të evakuojë askënd. Disa orë, jo ditë, jo javë. Tani, për të qenë të drejtë, vendet kanë lëshuar paralajmërime udhëtimi për muaj të tërë. Por orët, dhe jo më ditët, janë padyshim një nivel tjetër urgjence. Ushtarët norvegjez që ishin të stacionuar në Irak po evakuohen përsëri në Norvegji. Arsyeja zyrtare për këtë veprim është rreziku në rritje i shpërthimit të tensioneve në rajon. Norvegjia nuk është vendi i parë që po e bën këtë. Edhe vendet e tjera perëndimore i kanë tërhequr ushtarët e tyre. Por Norvegjia është një aleate e NATO-s dhe NATO udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Kur vendet e NATO-s fillojnë të evakuojnë trupat e tyre, ato e dinë se diçka po ndodh, por pikërisht këtu gjërat bëhen pak më të ndërlikuara. Jo të gjithë në NATO janë dakord me një sulm të Amerikës në Iran. Sipas mediave britanike, Mbretëria e Bashkuar po e bllokon Trumpin nga përdorimi i bazave amerikane në Angli dhe bazës së përbashkët të Shteteve të Bashkuara në Diego Garcia, në Oqeanin Indian. Diego Garcia është një nga zonat më të rëndësishme të përgatitjes për operacione në lindjen e mesme. Por kemi parë ngurim të ngjashëm edhe nga aleatët e lindjes së mesme si Arabia Saudite dhe Katari. Vende që kanë marrëveshje mbrojtje me Shtetet e Bashkuara, por që tani hezitojnë të lejojnë që territori i tyre të përdoret për sulme kundër Iranit. Dhe kjo kryesisht për shkak të hakmarrjes iraniane. Irani ka deklaruar publikisht se, nëse ndonjë vend arab ndihmon Amerikën të kryejë sulme, kjo do të thotë se Irani do të kthehet kundër këtyre vendeve arabe. Por rasti i Mbretërisë së Bashkuar është ndryshe. Mbretëria e Bashkuar është pjesë e NATO-s dhe supozohet të jetë aleati më i ngushtë i Amerikës. Vendimi përfundimtar sigurisht që i takon kryeministrit Keir Starmer. Por Britania është duke thënë jo. Një gjë tjetër që ja vlen të përmendet në të gjithë këtë është se ato anije ruse për të cilat folëm në fillim të videos, që ju bashkuan stërvitjes ushtarake të Iranit, disa prej tyre nuk po largohen nga rajoni. Kjo nuk tregon se Rusia është e gatshme të mbrojë Iranin. Rusia është atje sepse beson se sulmi amerikan po vjen. Rusia dhe Kina duan të vëzhgojnë gjithçka sa më nga afër të jetë e mundur. Ato duan të shohin se si vepron Amerika, çfarë armësh përdor, si koordinohet. Është thjesht një mundësi e papërsëritshme për mbledhjen e inteligjencës, por asnjëra nuk ka për të bërë pjesë e luftimeve. Të njëjtët kundërshtar që armatosën Iranin tani po pozicionohen për të mësuar mes shkatërimit të Iranit. Dhe pjesa më qesharake e gjithë kësaj është se Irani është antar i BRICS, por nuk duket që ndonjë vend po ofrohet vërtet për të mbrojtur Iranin. Copat e puzzle-it janë vendosur të gjitha. Tabloja është e kompletuar. Të gjithë kanë lëshuar paralajmërimet e tyre. Dhe tani presim të shohim nëse fundjava sill diplomaci apo shkatërim. Mast Channel. Please subscribe.